Shpesh analizat, me që i përmende, shpesh analizat mund t'jenë një orientim edhe për mjekun familjar që trajton një pacient për lodhje ose çfarë do qoftë, që orientojnë. Cila analizë duhet jetë qajo bazë që duhet kur t'i bën një check-up ta ketë edhe ata me pa shëndetin e zemrës? Mjeku familjar ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse kontakti parë i pacientit është me mjekun familjar, dhe mjeku familjar është ai i cili e din cilin pacient duhet mi drejtu tek ne. Shumë është e rëndësishme për secilin pacient, sidomos për mjekut familjar, me njoft numrat e atij pacienti që ka përpara. E cilat janë numrat e rëndësishëm që duhet mi njoft, tensioni arterial, si e ka shtypjen e gjakut, prej analizave yndyrnat, sidomos fraksionet e yndyrnave që shohin shpesher pacientët kur i marrin rezultat LDL, HDL, raporti i LDL-s dhe HDL-s, që është low density lipoprotein për me kështu me sqaru ma mirë. Ka shumë rëndësi numri i LDL-s, që është niveli i kësaj yndyre që ne quajmë yndyra keqe në gjak, që është tregues nëse një pacient ka hiperlipidemi apo jo. Pastaj niveli triglicerideve, që edhe kjo është një formë e yndyrës, po ashtu shumë është i rëndësishëm sa është niveli triglicerideve, dhe niveli glikemis, që tregon nëse një pacient ka diabet apo rrezikohet nga diabeti apo është në intolerancë apo rezistencë insulinike. Këto janë vlerat standarde. Numrat që duhet i ketë. Numrat, po. Po ekzistojnë tash edhe disa faktorë që na i quajmë pavarur, që është shumë rëndësishme, është lipoproteina A. Tash ka filluar me bëu ma trendi, edhe shumica laboratorëve në Prishtinë realizojnë. Edhe kjo është një faktor i pavarur, edhe pse fatkeqësisht ende nuk ka ndonjë formë trajtimit nëse është ajo pozitive apo e lartë. Nuk ka ndonjë barë që ul nivelin e kësaj lipoproteine. Çfarë roli ka kjo? Kjo ka rol të rëndësishëm në metabolizmin e lipideve, por nëse është e lartë, atëherë është rol shumë negativ në zhvillimin e aterosklerozës. Po shumë rëndësishme me e ditë nëse kemi të lartë, sepse rritet fokusi. Edhe pacientët do të jenë më të kujdesshëm se dinë që kanë një faktor shtesë të rrezikut. Kush e rrit atë vlerë? Është gjenetike. Nëse rritet është gjenetike. Është një çrregullim gjenetik diku, edhe pacienti lind me atë vlerë të lartë, edhe mund të jetë edhe familjar, domethënë e gjithë familja mund ta kenë të rritur lipoproteinën. Prandaj një nga analizat që bëjnë atë që kërkojmë është edhe lipoproteina A. Nuk po të pyes për numrat saktë sepse i varësisht prej laboratoreve vlera referente sa është. Ka vlera referente të cilat dallojnë prej laboratorit në laborator, por kryesisht çdo pacient i cili LDL-n e ka më pak se 2.6, atëherë konsiderohet që të jetë normale. Por kjo është shumë e personalizuar, them sepse varet nga pacienti. Nëse një pacient që ka një problem shtesë, atëherë kjo vlerë vjen duke ul. Shoqata Evropiane e Kardiologëve tash ka filluar më bëu marrë sa përket këtyre katofave, numrave normal, ka filluar gjithmonë të ul ajo si për tensionin arterial, ashtu edhe për yndyrnat, kanë filluar të bëjnë më rigoros. Nëse një vlerë ka qenë normale para 5 ose 10 vite, tash sot nuk konsiderohet normale, konsiderohet e rritur, sepse studimet kanë treguar që edhe në ato vlera që janë konsideruar më herët normale, janë shkaktuar ndryshime në zemër edhe konsiderohen si faktor të rrezikut. Kjo ndoshta edhe për shkak të ndryshimit të cilit jetës, sepse jemi duke jetuar shumë më pashnetshëm se në kohën. Konsideroj që natë të jetu shumë më pashnetshëm, njerëzit më pak po lëvizin, po shohim sa kena makina në Prishtinë, pak bicikleta, shumë makina, pak njerëz shohim duke ecë, të gjithë në taksi ose në makina tyne. Edhe në market shkojmë me makinë. Kjo na bën me pas jetë më pashnetshme. Çka që kisha pas një lutje për njerëzit që të lëvizin më shumë, të angazhohen me një lëvizje, nëse nuk kanë kohë të lëvizin, spaku mos të dalin pa makinë, të lëvizin qytet pa makinë, kjo kish pas me qenë më shëndetshme për ta, sepse këto ditë ka qenë ajri pak sa i ndotur, kështu që kjo e vështirëson ecjen në qytet. Mund të shkojnë në gym, fitness, gym, futboll, basketboll, not, vetëm televizion. Kjo është e rëndësishme.